E ky sebepi na bën pastaj gjithë vënë më u friksu. Se kena mundësi na me kon ndoshta një ditë për ditëve nga ata që themi se Kurani është prallë atë. Do dikush jam mëson stam. Allahu po thotë kështu. Kella bel rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Këtë shumë ajet friksues. Allahu thotë kella. Don asesi mos mendo se mohimi i tyre është për shkak të ngjyrës që e kanë. Ose mohimi i tyre është për shkak të racës që e kanë, ose mohimi i tyre është për shkak të gjuhës që e flasin. Këta janë shkije këta, çështu flasin këta. Jo Allah po nuk ka për shkak se janë shkije këta. Po çka sebebi që këta po përfitojnë nga kërstimet kuranore, po e mojnë në gjykimit, çka sebebi? Kella. Çka sebebi? Bel rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Gjunahet e vazhdueshme e kanë mbulu zemrën. Ran ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhembun ba'da dhemb. Gjuna pas gjunahi, një mëkat, një mbështjellës, një mëkat, një mbështjellës, një mëkat, një mbështjellës, një mëkat, një mbështjellës, derisa është formu një cip e quajtur ran. Një cip e quajtur ran. Ran, apo Allah kella bel rana. Është hudhur mbi ta një cip. Gjuna pas gjunahi, e cila pastaj e ka bërë zemër të pandishme. Të pandjina. Vije ajeti, s'len shaj, normalisht nuk mundet me dhjon. Ti tash këtu në qëse prek. Apo, si është, kur gjësnin. Me qëllë këtë varë me prek, drejt në varë. A dallon prekja? O, dallon shumë. Apo, dallon shumë, e të pasat me së më prek varë. Ose, me vendos krip në shuplak këtu, andin dhe qka, kur gjë, thjesht. Me qëllë varën, me qëllë krip në varë, andin, o, dallon shumë. Pse? Veç një cipël e hullet kurës është largu dhe automatikisht ndjenat kanë ndrrua. Apo veç një cipël kurës është largu, automatikisht ndjenat kanë ndrru. Nga diçka që nuk po ndin kurrë, tash një dhimbje e madhe po të rrok në kry. Kemë lkurën e dorës apo. Çfarë të merrem për cipa që kanë përfshi zemrën, me bëm ju hik këto cipa dhe pastaj pas hikës me gjujt ajat në ta. Ani dhimbt shumë. Sa është cipa më e trash, apo aq më i vogël është ndikimi i ajetit. Prandaj vllazni, këta njerëz që kanë përmirësuar ditën e gjykimit, këta njerëz që ka Allahu ka thonë Kitabul Fujjar lafi sijjin, libri kriminalëve dhe është shkruar për ta se do të jenë në sijjin, në vend të ngushtë, nuk ka ardhur kurrën e kurrës për shkak të ngjyrës së tyre, as për shkak të racës së tyre, as për shkak të gjuhës, as për shkak të afërsisë me dikën tjetër, as për shkak të pozicionit gjeografik ku kanë jetuar. Jo, absolutisht. I vetmi shkak është gjunahi i tyre. Prandaj Allahu xhalla wala vazir nuk ka afërsi me kërkon për robët vetë ato. Në kuptimin e afërsisë të hatrit. Jo apo. Afërsia e vetme që robi e bën me Zotin e tij është puna e tij. Dhe largësia e vetme që shtyn robën larg Allahut është gjunahi i tij apo. Kush do kofta ato? Nëse na jemi të pavëdijshëm për gjunahet tona dhe lejojmë që gjunahet të formojnë cipa rreth zemrës. Ta dim, çdo gjuna joni do të largon zemrën tonë nga përfitimi nga Kurani. Dhe kështu dal ngadal, flitet për xhenemin nuk ta lën shaj, flitet për xhenetin nuk ta lën shaj. Thuhet ki morin gjallë nuk e lën shaj, ki më dal para Allahut nuk e lën shaj kështu me radhë. E pastaj dal ngadal duke mos lën shaj, pastaj fillojnë edhe praktikisht gjunat mos më lën shaj. E bën gjunojn nuk ndihet keq. E braktis urdhën nuk ndihet keq kështu me radhë. Andaj shkaktoi të kësaj thash kush është?